is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always know. Kthehemi sërish në Duo Prime. Era, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Lori. Mira. Që do flasim për një temë që ti e do shumë, që të përket shumë. Me sa di unë, ti ke mbaruar për regji filmi dhe televizioni? Po, në Akademinë e Arteve. Dhe sot do të flasim pikërisht për filmin. Po pse ti era kështu? Nuk e ke menduar ndonjëherë, sepse tash është bërë dhe trend këngëtarët, prezantuesët, të bëhen pjesë të roleve të ndryshme. Ke pas ndonjë ofertë? E kam menduar, gjithmonë kam menduar që do të më shkonte, por ndoshta nuk ka ardhur momenti im akoma. Kthehemi pak në kohë, kur ne kemi qenë të vogla. Kemi qenë gjithmonë me atë dëshirën për të parë një gamë filmash nga Kino Studio. Mund më përmendësh ca filma që ty të pëlqejnë? Unë asë kohë shikoja shumë filmin për shumë Pallatin 176 dhe atëherë mendoja që ishte film. Ndërkohë më vonë Dhe të ka ngel ty në mendje. Ishte teatr. Po, se ke qenë e vogël. Sepse patjetër, dhe ishte njeriu me top, ka qenë prallë nga e kaluara, ka qenë filmi i famshëm i Tetë Olgës. Ose, për shembull, po të kujtojmë pak Vdekjen e Kalit? Po, më vonë i kam parë këto. Ka pëlqyer Vdekja e Kalit? Janë filma pak më të thellë, që ndoshta në rinin time nuk i kuptoja. Ti do thuash në fëmijërinë tënde. Në fëmijërinë, po. Se jam dalë që madhe. Sa herë që e shoh, po ti rikthehem, është një film që vërtet më duket sikur ka një dramaturgji dhe një muzikë sikur nuk është krijuar për atë kohë. Dhe ne sot kemi pikërisht një të ftuar që është shumë speciale. Është shumë speciale dhe unë personalisht e kam shumë për nder që ka pranuar të vinë në studion tonë. Ndjekim siglën dhe ndërkohë presim të ftuarën. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Mirë se vjen Rajmunda Bulgu. Është një nder i jashtëzakonshëm. Tek të shoh ty, çfarë mund të themi ne për gjithë të bukuri që rrezaton? Edhe të brendshme, jo vetëm të jashtme, se deri diku edhe të njohim. Faleminderit, Era, sepse ju jeni të reja, jeni dhe të bukura. Çfarë mund të them unë përpara rinisë dhe bukurisë? Kështu që rëndësi ka ajo që sheh në shpirt dhe në sy. Sidomos kur ke lidhje me skenën, çfarë shprehin sy të duhet më shumë se sa i syri i lyer, i madh, i bukur apo ajo vetulla e bërë. Folëm pak në fakt në fillim për Vdekjen e Kalit, por unë do kthehem më shumë para në kohë. Kino Studio Shqipëria e Re. Mund të kesh folur shumë herë, por ajo që dua të di konkretisht si ishte një ditë e një aktori në Kino Studio Shqipëria e Re. Nuk mund të them se patëm fatin, por në atë kohë të izoluar dhe të zymë, të them të drejtën, patëm fatin që të kemi këtë profesion. Sepse është i bukur, na bëri që xhironim dhe shkonim njihnim të Shqipërinë, që atëherë se bëje dot, këtu ishte luks i kohës. Edhe jashtë vendit. Jashtë vendit pak më vonë, mbas viteve 90, por jo para 90-s. Dhe kishte një kino studio. Ishte ndërmarrje e madhe. Ishte një qendër e madhe, kinemaje, artistësh, pune, filmi, me godina, me atelje, me godina montazhi, me regjistrimet e zërit, me filmi multiplikativ, do të thotë çfarë ishte një ndërmarrje e madhe e fuqishme artistike. Si shkoj në qendër filmi, si Cinecittà, apo ku diun se çfarë, se s'dua të them qendra më të mëdha, por që kishim luksin ta kishim ne, që nuk mund të thuash se e ka Greku.
Po. Që është më vonë i marrëm vesh që ne kishim një çudinë e botës që vajtëm dhe nuk e deshëm më. Dhe ishte shumë bukur. Që kur hyje atje që të thrisin për një kinoprovë apo një fotoprov të parat, ishte një magji. Kishe hyrë në një obor arti. Bëshin shumë filma, Amonda, një aktor, sa filma ishte, si thua, targeti për të punuar atë? Bëshin shumë filma. Tani nuk mund të thuash që në atë numër të madh filmash që bëheshin, se duhet bëheshin paktën artistik 14 në vit. Të 14 mund të ishin filma të mirë, lëri dokumentare, filmi multiplikative, kronikat, ato pastaj është tjetër gjë. Sepse dhe aty kishte një normë që ishte një budallëk shumë i madh. Një vepër arti nuk bëhet për të plotësuar planin që do, ku diun, shteti. Por në ato 14 filma kishte fat që të paktën një 5-6 dilnin të mirë. Dhe ishin filma shumë të mirë. Po, më falë, këto tematikat kush i zgjedhte, si përzgjedheshin? Nuk ishte kollaj, kishte shumë filtra. Kush i filtron? Kishte shumë filtra. Filtri i parë ishte një këshill artistik në Kino Studio, por duhet vinin edhe nga komitetet ekzekutive apo Ministria e Kulturës që të shikojë, do një skenar kalonte në shumë filtra, edhe në ato filtrin politik. Për shembull, filmi që ju ka pëlqyer juve shumë, Vdekja e Kalit, që është vërtet film i mrekullueshëm. Ai është në çdo dimension. Ka dhe vlera historike, prandaj është dhe i mrekullueshëm, por është një skenar i jashtëzakonshëm, një Nexhati Tafës. Është një xhirim i bukur. Ai është fundi i Kino Studios. Ka qenë mbas viteve 90. Po, fundi. Donin ta bënin fundi i Kino Studios. Ka qenë Petrit Beci drejtor, që mezi e mbante dhe mezi kemi bërë filmin. Pra, një skenarist e ka shkruar shumë bukur, e merr Sajmir Kumbaro dhe zgjedh castin e aktorëve dhe e bën shumë bukur. Dhe muzikën sigurisht është pjesë e zgjedhjes së regjisorit dhe të kompozitorit që e zgjedh e kërkon. Por dhe del një film i bukur. Dhe ka dhe një muzik ala Ennio Morricone. Është një film shumë i bukur për çka mori përsipër të tregoj. Edhe roli juaj ka qenë goxha i vështirë. Gjitha rolet aty janë një mrekulli, sepse është një e vërtet e hidhur e jetës sonë në pjesën e diktaturës komuniste, kështu që duke qenë e hidhur, ai film është, mua më pëlqen që është i mirë, sepse e sheh, është si ato fletët e historisë që e shohin të gjithë brezat edhe shohin se çfarë ka qenë e shkuar. Ka ndonjë rol që do kishe dashur ta luaje ose ndonjë skenar që e ke parë tek një aktor tjetër dhe thoshe si s'mëra mua në dorë kjo? Jo, ajo nuk ndodh sepse nga 76 që kam hyrë në filmin e parë, në dimrin e fundit, deri në 90-ën, përveç viteve të shkollës, unë them të drejtën, në vit kam qenë çdo vit në Kino Studio dhe nga fundi viteve të 10 mund kanë qenë 2-3 filma në vit. Kështu që s'kisha kohë. S'kisha kohë nga njerë, s'kisha kohë edhe për të parë dhe filmat që bëheshin, sepse ju kishit dhe pjesën e teatrit. Edhe punoj edhe çdo natë në teatr, atë shfaqjet në teatr ishin në repertor. Nuk ishin 20 shfaqje si sot. Çdo gjë ishte paralele. Nuk ishin paralele, mund vjen nga vendi xhirimit, nga xhirohen lesh, edhe mbaroi xhirimet ditën kur ishte ditë, që s'kishte filmi natë dhe vije direkt për shfaqje, direkt për shfaqje dhe luajnë sken. Kështu që kishte një ngarkesë, aktorët e filmit kishin ngarkesë më të madhe sepse punonin dhe në teatr dhe në film. Edhe nuk ndjehet kjo gjë, se ke atë rutinën tënde që të pëlqen. Ku e ndjen veten më mirë? Ku e ndjeje veten më mirë, në film apo në teatr? Teatri është i pashmangshëm në ato emocionet e direkt që merr. Është një mrekulli. Por filmi s'ka të krahasur. Magjia shtatë. Absolutisht. Roli i gruas në atë kohë në film ka qenë shumë i rëndësishëm. Po dhe aq paragjykues. Paragjykues ka qenë shoqëria jonë për të mos të pranuar në mënyrë të emancipuar gruan, vajzën që luan film, që merr pjesë në art. Por për mrekullinë tonë,
artistët tona që u bën të famshme, të mëdhaja, që kanë qenë në orët e para të viteve të fillimit mbas luftës, Drita Pelingu, Liza Laska, Violeta Manushi, Margarita Xhepa, gjitha këto nuk e vranë mendjen për këtë mentalitet, kanë qenë mendje hapur që në atë kohë nuk pyetën se çfarë mund t'ju thonin njerëzit të rrugëve, që nuk ishte ndonjë respekt i madh sepse ishte mentaliteti shumë Je ndjerë e gjykuar? Absolutisht, po Për bukurin. vetëm në momente të caktuara mund të vinte keq ndonjëherë sepse thoje çfarë ka ndodhur. Çfarë kam bërë? Çfarë kam bërë? Domethënë ose unë jam në rregull ose gjithë kjo shoqëri nuk është në rregull, kur fliten thashë theme që nuk ka ndodhur. Po me kohë që erdhën dhe me Tani është keq. Tani është keq fare. Tani është keq fare. Që mund të themi që në tani marrin vendosen gjëja më normale që mund të thuash pa dashje dhe që është korekte, mund të interpretohet në një mënyra që tani brezim për shembull nuk i lexon. Kam kolege të mia që nuk e vrasin mendjen për të lexuar sepse ndryshe pastaj pse të dhëmbi koka, kur njerëzit që shkruajnë mbase s'të njohin fare, ose ku diun se si janë, ose nuk kenë problemet e tyre. Se ndoshta atëherë edhe ta thonin mbar përballë Ashtu si ndonjëherë mund të zi mirë për ndonjë koment shumë të mirë që mund të thonë dhe thua pse të mos rrit mbështetjen në ca njerëz të mirë që e duan sa të kapin artin, tek energjia edhe pse të marrë atë energji negative. Kështu që ky selektimi ne duhet ta bëjmë që të shpëtojmë veten, po sigurisht do shpëtosh veten dhe për të punuar bukur. Monda, po, ka kaluar gjithë ajo kohë dhe ke qenë gjithmonë rezistente. Në çdo kohë, edhe sot që flasim. Jo më pak se para pak kohësh, unë pash një premier tënden me Blerim Destanin, dhe me qëra fjalët e Amsterdam Express, Monda, që ta dish ti era dhe të gjithë, kemi qenë bashkë. Unë kam qenë asistente regjie e Fatmir Koçit, ka qenë një vapë të mërshme, dhe mua më kujtohet dhe nuk e harroj kur, dhe sa kam mësuar nga ju, përfshirë Bujar Lakovi, Vasian kam qenë partner me Bujar Lakon aty, Vasianin, po. Dhe thonë, ta kalojmë tekstin, dhe unë thoja me vete. Më falë, këto e kanë me mua, më të kalojmë tekstin me mua. Dhe Monda nuk e di e mban mend, po thë edhe Bujari, po do kalojmë tekstin, patjetër. Po sigurisht, ai është procesi punës që është fat që të kesh partner që je edhe mik, edhe je bashkëpunëtor, sepse mund të kesh dhe ndonjë aktor mendje madh në thonjza. Edhe që jo, me kisha të për ullësia juaj nda çdo lloj stafi, që të tekniku, tek asistenti regjis, tek grimi. Më thënë, mua më bënte përshtypje se si ju uleshit me mua, unë kam qenë diku 23-4 vjeç. Nuk ka lidhje. Dhe kaloni tekstin. Shiko, në grupin e xhirimit, nëse nuk je njeri social që të respektosh çdo deri dhe atë që shtynte karelën dikur, sepse tani teknologjia ka sjellë gjëra të tjera, deri elektricistin që marrin digat gjigande të tmerrshme, apo padyshim operatori përket pjesës artistike, se është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm midis operatorit dhe drejtorit fotografisë ose dhe aktorit. Po nuk më ndërtove këtë marrëdhënie të shëndetshme si mund të punosh. Ka tipa, ka karakterin nga më të ndryshme, por që unë kam qenë vere, edhe tani shumë sociale në xhirimi. Po si e sheh këtë ndryshimin e kinemas? Mendon që ne jemi vërtet para me botën, me gjithë teknologji të mirë, kemi skenar, para me botën, duke pas parasysh, jemi në të njëjtin hap? Unë kam menduar me bashkëpunimet, me bashkëprodhimet, me të huajt, me mundësitë teknike të jashtëzakonshme, nuk po them handicapin e menaxhimit të parasë, parasë pakët që ka filmi, paktën nga qendra filmit e tjera që akoma biznesi s'është i afruar te arti, por një film i mirë, edhe një film që mund të ishte me shumë dinjitet dhe shumë konkurrent, unë e kam pritur, them drejtën, të ndodhë më shpejt tek ne, ose të ndodhë më fuqishëm,
ka filma shumë të mirë, ka që kanë fituar, ka që kanë shkuar për festivale, por janë në mesatare. Unë kam menduar që duhet kërciste një gjë, duhet bëni më shumë zhurmë. Bëhet fal teknologjisë moderne, që është sot, për shembull me filmin e fundit, me Destanin, për këtë po thoja, se po ta shohësh në nivele botërore. Pjesa e teknikës ishin 15 furgona që si kisha parë ndonjëherë. Pikërisht dhe unë këtu e kisha. Teknologjia ishte jashtëzakonshme. Pra nuk ka që dalej, pra. Ai është një film i mirë. Është një film i mirë. Është them drejtën, nuk e di se sa është ndjekur mbase në Gjermani ose jashtë Shqipërisë. Por këtu fal dhe aktorëve që Destani është djali mrekullueshëm dhe është një aktor shumë simpatik që njerëzit e duan. Pastaj dyshja me Norsin ishte fantastike. Është e disa të herë me një film për të thënë një komedi e këndshme, por shumë i bukur. Por po flas në të pjesën tjetër të kinemas, jo vetëm për këtë film. Krahasuar me kineman e atëhershme, si i duket kinemaja sot? Atëherë kemi menduar që filmi nuk është kollaj për t'u bërë. Nuk e di, mbase nëna duke i tabu, duhet mbaroje shkollën, duhet mbaroje kurset, regjisorët e parë erdhën të shkolluar nga jashtë shtetit. Po, të gjithë Rusia. Regjisor apo operator, pastaj që u bën regjisor shumë të mirë, por erdhën nga jashtë, nga shkolla jashtë Shqipërisë. Dhe shkolla të mira. Dhe shkolla shumë të mira. Absolutisht. Gjendja dhe sot e kësaj dite quhet paktën për shkollat e artit, kinemat dhe teatr që ka të mrekullueshme. Sot ka një ngërç, sot filmin e bëjnë dhe njerëz që ti si ke parë kursi regjisor. Okej, është aftësi, është aftësi, sepse ka filma që unë nuk mund të them që nuk i pranoj dot. Ka filma që po bëhen me aksion, që guxojnë. Dhe mua kjo më duket një çudi. Domethënë, akoma nuk ka guxuar një regjisor me përvojë në këtë vend. Akoma nuk kemi parë një film aksion të një regjisori që ka një përvojë edhe nga Po ndoshta sepse dikush e ka një përvojë edhe stepet pak, sepse do ta bëj të përkryer, kurse dikush nuk e ka. Është vizion tjetër, është kohë tjetër, teknologjia të lejon që të prekësh gjëra që diku nuk i ke pasur dhe nuk i ke njohur. Mbase kjo i jep kurajon, por unë them që është një talent brenda, është një aftësi, është një bindje që ka njeriu. Për shembull kam paragjykuar kur më ka kërkuar për herë të parë Drilonin. Po. Me shumë paragjykim shkova, do të thonë shkova unë si ajo aktorja e madhe tani. Regjisor i ri. Edhe pastaj kur punova heshta dhe në fund fare i kam thënë bravo more djalë, domethënë dhe më fal që të kam paragjykuar. Dhe mua sot një brez i ri kur shkoj të pi ndonjë kafe ose në ndonjë restoran, mua më thon tekstin e filmit të Drilonit, kamarierët, çunat e rinj që ose shohin këtë lloj kinemaje sot, ose shohin në YouTube, shohin këto lloj filmash, duan aksionin, duan trendin e kohës. Nuk mund të paragjykosh fare. Po, do dilja pak te Nina, se dhe Nina është një serial që ka pas shumë. Dhe ka qenë në rol i goxha shqiptar, ka pasur eksperiencë për seriale shumë të mira. Po. Për shumë të mira. Ajo Njerëz me fate, ajo që njerëz që bën një bujë të zakonshme. Unë ti dhe Kassandra për shkak unë kam pas. Po pra. Ja, disa filma që edhe mua kanë sepse baza është materiali që skenare, letra. Si puna e tekstit. Sepse seriali do ngjarje, do faktin, do ndodhin në çdo seri, domethënë nuk mund të jetë kështu tralala. Që të mbaj edhe që të jenë disa seri. Se tash nuk po guxoj, më shumë se 10 seri nuk po bëjmë. Nuk e bëjmë. Nuk po bëjmë akoma. Po mirë. Nina ishte një mrekulli sepse ishte një komedi, kishim oltën shumë. Po dhe njerëzit kanë pak nevojë më shumë për të qeshur, për pak pozitivitet, se në gjithë jetën tonë që na vrapon, kur shkojmë në darkë duam një gjë pak më të lirshme. Aty ku mund të jem tani them që të rretëshoja kemi shumë dëshirë që të zgjohet fuqishëm, të rizgjohet. Mund ma përshkruash pak ndjesin që përjeton kur mbaron një shfaqje teatri dhe merret e duar tropikut. Ato buqetat e luleve. Po mirë se ti duhet ta njohësh. Po unë e njoh, po thua shti për publikun që nuk arrin dot. Se ju e keni më të bukur, ë?
Se emocioni muzikës është e para. Por, megjithatë, një çfaqje e bukur, një rol të bukur, me një regjisor shumë të mirë, kur ke kupton që ti ke bërë një punë të mirë, është e jashtëzakonshme, është e mrekullueshme. Është ajo pastaj që ne na bën të marrim frymë dhe ulim kokën për shumë gjëra tjera që nuk krahasojmë dot me muzikën, me këngëtarët, ne aktorët rrim një mesatare që okej, themi, s'ka gjë. Na mjaftojnë duar trokitje, ose mirënjohja. Edhe ne themi këtë, se... Po, dakor. Në fakt, po ta mendosh, karrierë shumë e gjatë. Si ka qenë bashkëshorti jot gjatë gjithë këtyre viteve? Suportues? Fëmijët? Se me sa di unë, ju jeni rritur nga një mama që nuk ka punuar. Ndërkohë ti ndryshim drastik. Unë jam rritur më mirë se fëmijët e mi. Të hinte ndonjëherë keq kur mendoje që unë si fëmijë jam rritur me mamë, mamja ty. Shumë herë keq. Si ke menaxhuar edukimin, shkollimin, shumë herë kam menduar që vinte shumë keq i përplasa fëmijët, jo vetëm për filmin, edhe për punën që duhet të punoja. Në çerdhe dhe në kopësht, po në çerdhe njerë. Ishte e pafalshme. Prap, s'kan shkuar shumë gjatë, sepse më është gjendur mamaja dhe një teze që pa ato, unë s'do kisha bërë asnjë film. Sepse buri im ishte në punë, që do ai për fat një çun Tirane që s'kishte parë asnjë film kur është njohur me mua. As edhe filmat e mi, por në momentin që se më njohti në grup filmi. Duke u njohur me ambientin e filmit, po si e desh filmin shumë se sa unë pastaj. Dhe kur thoja ndonjëherë drejtorave të filmit që nuk vi se fëmijët se kështu se ashtu. Të vinin tosi në mes? Edhe jo, tosi thoshte ti ç'ke, domethënë ti ke tezen, ke mamin. Po fëmijët monda të kërkonin. Jo, më falni se doja të dija përpara se të shkojmë tek fëmijët. A ishte ai një kritik arti për ty? Jo, i pëlqente çdo gjë. Jo, i pëlqente çdo gjë. Jo, i pëlqente çdo gjë. Më shumë për veten, si mbani ti? Unë në teatr nuk e ftoja kurrë. Se nuk doja ta dija që ai është në sallë. Të ndikon nuk doja ta kisha në sallë. Por ai vinte pa të thënë. Pa më thënë. Edhe vetëm kur e shikoja në bord të teatrit. Si për shkak diku aty në sallë, se kisha më mesazhe në. Varet, nuk rinte, nuk e gjen dot kur nuk e kërkon kur nuk e di. Pastaj kur vje fshehura zjera, se gjen dot. Unë nuk e ftoja, vetëm kur dilja në bord që e shikoja. Por jo, ai ambienti pëlqeu edhe ai ishte mik dhe është mik me shumë njerëz të mirë që janë dhe miqtë e mi. Më dukesh pak tip që i fix për këtë temën tonë, si për këto 3 sendet. Jo, ato sendet s'kan lidhje fare me kanë lidhje me të ashtë, atë doja të dilja. Jo, e di pse, sepse ka ndryshim shumë të madh. Prandaj thash që hynim në një obor që ishte një magji. Sot nuk hyn asnjë obor. Ti merr një skenar, shkon në xhirim, mbaron xhirimi dhe vjen në shtëpi. Dhe ti nuk ke një obor për të bërë 2 hapa, për të thënë për atë që fole, më kupton, domethënë sot je kështu si tranzit në shesh xhirimit, bën xhirimin dhe ikën në shtëpi. Ishte një vend për shkollën, ishte një vend për shkollën. Atje ishte hyrja në kino studio, ishte një magji vetë, kur xhiroje në dekor, ishte kur bëje dublimet, ishte ambienti që të bënte që të ndjeheshe mirë. Mund apo i marrën këto? Tani është tjetër gjë, tani ajde nga shtëpia, shko bëj grimin, robat, rekuizitën, në xhirim shpejt se edhe ikën. Kjo që nga shumë e bukur. Ajo mund ta kapi pak nga afër çuna? Çfarë është ajo? Shi sa e bukur. Zinxhiri më është kaputur edhe unë nuk e vë, por e kam të shtrenjtë sepse kam pasur një mike, një monda tjetër, që në vit të parë të gjimnazit, kur jam si vajzë oficeri, kam lëvizur shumë nga Tirana, qyteti jonë i dashur i lindjes dhe i shtëpive tona. Babi im shkon Gjirokastër dhe nga Gjirokastra shkon Corik. Dhe 15 vjeç ulem në një bank që ishte një vajzë që quhej Monda, Raimonda. Dhe ne mbetëm 2 Raimonda. E ke shoqe? Pafundësisht. Dhe nuk e kam më.
nuk e kam, ishte gocë që mua ishte ajo qeshja ime, ato sytë që shkëlqenin. Sa thonin, unë kam qenë kështu si serioze që mezi qeshja. Ndërsa Monda vetëm qeshte, po dhe thonin që si kombinoni ju të dyja, sepse kjo është kështu vetëm e vërejtur, ndërsa Monda vetëm qeshte e tëra. Thonë, po mirë, kompensojmë njëra tjetrën. Ishim pa fund një kesha, sepse Monda erdhi në Tiranë, pastaj ishim bashkë. Ishte një pjesë shumë e bukur e jetës. Ka rënë zinxhiri dhe duhet të vë një zinxhir që ta kem. Dhe shkon një herë në Zvicër dhe blen 2, thot një për vete dhe një për ty. Dhe kjo është ora e Mondës që më mungon. Paske një revistë e filmit Tirana Viti Zero nga Fatmir Koçi. Është një fotografi mbrapa apo brenda? Po, e hapi me shofër. Intervistën për Shtyp, atje për para se të mbaron të nata finale, grupi filmit që ishim ne. Shoh filmin për herë të parë nuk e kisha parë në Tiranë. U bë premier atje, në Venecia, në këtë sallën që shiheshin filmat. Shoh dhe të merohem, se Venecia e bukur, ne u veshëm çdo ditë bukur, u krehëm, dolëm pastër rrugët, njerëzit që diun çdo gjë urbane, na merrnin dhe na shoqëronin, por edhe kur hypje në ndonjë nga ato tramvaj ose autobus kishte atje më shumë, domethënë ishin të mirë, të pastër, nuk e di, të shpejt, çdo gjë në rregull, drita, uji. Se vini nga një kohë që s'kishte ujë. Sa gjuna. Vitet si ishin. Nuk kam vitet 2000. Po flasim për Venecian që dhe sot po shkon mrekullohesh. Jo, po ne nga vinim ne se mund të shkosh sot dhe thua më mirë se dhe te ne janë bërë ca gjëra. Po ku se vendet e popull dhe shkojnë në Venecia dhe mua më duket filmi një tmerr. Uaj, thash Miri, që është ky film që ne paraqesim Shqipërinë, sigur kështu ka hapur një kazan plerash, edhe dolëm me ka pasur një periudhë që vetëm kështu revoltova. Harova fare se nga vija, domethënë se ato 2 ditë shëtisja edhe isha e lumtur nëpër Venecia. Miri më shikon një herë kështu, thotë ri ti se përkthej unë, thotë, edhe ri se ç'thot pralla me mbret atyre që se si zbukuronte ato gjërat. Gati zëmrohemi. Edhe gati nuk e kam folur aty sepse e kujtuam tani një ditë që më dha këto. Ky është filmi im, tha, ky është film, tha, më vjen keq që mendon kështu, unë tha më vjen keq që ti ke menduar kështu për ta paraqitur Shqipërinë. Edhe nuk folëm. Kur vim duhet bëj premiera edhe në Shqipëri, me që si ishte bërë. Dhe sigurisht unë duhet shkoja. Mos më thua që nuk vajte. Edhe sigurisht do veja, absolutisht. Po të shkoj kështu në përmend. Jo, fare nuk më shkoja në përmend, jo. Dhe merr të rregullohem në shtëpi të Lyesha, më ikën dritat. Opa, u kujtova ti tani. Dal, hypin makinë dhe te Millenniumi binte shi. Kishte pushuar dhe sa hap derën këmba më shkon në taka dhe kështu e veshur dhe këtu mirë dhe më bie në një pellk uji. E smash. Sharja e dytë. Sharja nuk shaj kështu shumtuar, por më vjen keq. U mërzita. Po sigurisht, dytë. Dhe futemi në sallë, e them Mirit më fal, ti ke drejtë. Unë kisha gabim. Në Venecia unë kisha gabim. Në rova që këtu në vazhdojmë të kemi ku. Para Gjykova. Po lexoj. Kjo është keq, fare keq, por është gjë më të bukur në botë. Shiko, pse janë këto të treja? Çfarëdo që të ndodhi në sirtare në shtëpi, që e heqim, pastrojmë, hedhim, themi s'na duan më, boshatisim. Janë ca gjëra që prapë duhen mbajtur. Kjo gjëja arri gjithmonë. Nuk e hedh as me letrat e gabuara. Ajo është dorë shumë e vogël. Që ajo kënaqësia ime e madhe është që ai ka shkruar shqip. Nipi i parë nga Nipi? Jo, s'është i pari, është i pari në Athinë. Dhe mua ma sollën me shumë që thanë Damiani të ka shkruar. Je nëna, çfarë thot aty? Më e mirë në botë, edhe 100. Janë ato gërmat shqipe që ai akoma s'kishte as greqisht kishte filluar, sepse në fundet do kanë lindur atje dhe
Gjuaj tyre. Dhe kjo zemra që e kanë ngjyrosur vetë. Dhe ajo zemra blu. Zemra më bëhet e kuqe, si e kanë bërë blu. Dhe është nga ato gjërat që ri kështu si raqi, por që nuk humbet kur dhe kur e shoh çfarë është kjo që duhet edhe prapë mbledh dhe ri aty. Është çudi. Po janë ca gjëra që kanë atë vlerën sentimentale që si bëhet emocion. Vockël, më shprishur zinxhiri, nuk e var, kam haruar, por shumë vite që unë nuk e kam atë njeriu e dashur në krah. Dhe çdo gjë hidhet, çdo gjë humbet, gjithmonë ajo më del përpara. Ndërsa Munda, po jeni gjyshe 4 herë. Do më thuash pak atë, çdo nip ka, kështu kam dëgjuar të paktën, që është dashuri më vete, por ajo ndjesia e parë fare, kur ti u bëre gjyshe, si ka qenë? Kur kam shumë tension janë dhe gjyshet edhe vjerat në lindje. Ka një emocion të tmerrshëm. Lindja është e tmerrshme me emocione, por kur kam parë Joenin, më zhdukur këtë bebia më e bukur në botë. Prall, ai është shumë i mirë dhe tani, por është në ato adoleshencën 14 për 15 që është i rritur, është shok tani. Je një gjyshe që i përkëdhel? Apo një gjyshe... Joeni është shok tani. Ka dëshirë të vi, të flasi, të dali. Dhe ajo që më pëlqen shumë është që mund të të shoqëroj. Mund të them që mund të dalë dhe ai thotë po vi dhe unë. Ajo më mrekullon që do. Keni krijuar atë feeling. Edhe Damianin mund ta marr për dorë kur shkojnë në Athinë dhe ti them mund të qeras, mund të dalim me nënën? Del dhe këto më mrekullojnë shumë. Endi është më i bukur i dheut. Ka sy kështu të menduar. Është shumë i mirë, por është pak timid. Kush mendon se të ngjan? Ata janë të ndryshëm, ju ngjajnë prindërve të tyre, kam edhe një bes, pastaj që është e çmendur komplet. Ato gocat janë. Dhe ka filluar më thotë dhe Monda tani. Monda, ato pas ke pikë të Monda. Unë të dua shumë. Ato që të kanë afër Monda të thonë. Se të bëjmë një kështu shpejtësi unë dhe i tregoj ndonjë gjë, për shembull. Po, e ka blerë nëna këtë, Monda, faleminderit shumë, nëna Monda, faleminderit shumë. A ja ke treguar ato filmat e tu të bukur? Ajo ka një gjë, është filmagji e vetë, ajo o zot, ta bëj aktore atë vajzë. E ka domethënë një... Ka pasur, kam quar mbase ose ka marrë vajza ime, Hega, një revistë time, dhe ajo më dërgon Hega pastaj video që thotë çiko si ka marrë revistën tënde në rrugë dhe puth fotografinë time, kopertinën aty që. Dhe ti e nëna dhe këtë. Po ç'të thotë? Këto janë ato lumturitë e jetës dhe gëzimet e fundit dhe dashuritë pa fund. Sa to do t'i thuash pa fund. Kjo është bukuria e... Po themi dhe ne Monda. Gjithkohës të kam thënë Monda, nuk e di të shoh shumë afër. Ne të falenderojmë. Të falenderoj njësojsi era, s'ka problem. Por kam një pyetje. Je lumtur sot për gjithçka që ke arritur në jetë? Lumturia është fjalë shumë e madhe. Lumturia është me sekonda, është me momente, por unë them tash syrin dhe merakun e kam vetëm të këta të vetlit. Njëri do futbollin, tjetri kickboxing, tjetra pikturën, tjetri gjimnastikën, Endi. Them, o Zot, të bëhen mirë, të kenë fate dhe nga lërë kështu si që jemi dhe me mbarësi këta fëmijët dhe prindërit e tyre që t'i rrisin mirë. Edhe ne urojmë më të mirat për ty dhe për gjithë natyrisht familjen tënde, po të falenderojmë për zemërsisht që na erdhe sot. Ju falenderoj juve. Shumë këtë bisedë. Edhe unë kënaqja shumë, ishte vërtet nga ato bisedat që të kishim në dorë, më mbushën shpirtin. Faleminderit. Dhe një kafe se ishim shumë këndshëm. Faleminderit juve. Faleminderit. Dhe suksese. Faleminderit. Dëshirojmë sërish javës tjetër. Paçi. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.